Zonë zotri, mirë se vini, jemi drejt për drejt në studio në Infomagazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, ju shoqëroj gjatë minutave në vazhdim. Do të kalojmë njerë me zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Kuvendi i Kosovës pritet të sqaroj problemin e ezanit nëpërmjet një debati publik të mërkurën e ardhshme. Kështu vendosi Komisioni Parlamentar për Bujqësi dhe Planifikim hapësinor në takimin e sotëm. Është ligji kundër zhurmës apo ezanit. Diskutojmë sot në studio në Infomagazin me Gzim Kelmendin dhe Arben Gashin. Lidhja Demokratike e Kosovës akuzon vetëvendosin. Partia më e madhe opozitare thotë se Shpend Ahmeti manipuloi kur tha se qytetarët e Prishtinës do të kenë ujë 24 orë. Një gjë të tillë sipas subjektit të Mustafës e vërteton letra e dërguar nga Ahmeti në adresë të kryeministrit. Dy aktivitete paralele për skandalet e fundit në Universitetin e Prishtinës, SKV dhe klubi politik kërkojnë dorëheqjen e rektorit nëpërmjet një konferencë për media, ndërkohë që Parlamenti Studentor nga ana tjetër kërkoi të ndalet protesta dhe të lihet hapësirë komisionit. Debati i sotëm i Infomagazinës do të përqendrohet mbi projekt ligjin e aprovuar sfundmi nga Kuvendi i Kosovës kundër zhurmës, një projekt ligj që realisht ka shkaktuar një debat të madh jo vetëm tek deputetët e Kuvendit të Kosovës, por edhe në opinionin publik. A është një ligj që sanksionon zhurmat realisht, apo është një ligj tendenciöz që sanksionon çështjen e ezanit ose, nëse mund ta quajmë, elementeve, zhurmave, altoparlanteve fetare. Sot do të diskutojmë mbi një gjë të tillë, paraprakisht do të paralajmërojmë edhe kronikën e sotme të përgatitur nga gazetari Rilin Matushi që ka të bëjë me Komisionin për Planifikim Hapësinor dhe Bujqësi, i cili sot ka mbajtur një takim, ndërkohë që është vendosur që të mërkurën e ardhshme të sqarohet problemi i zhurmës ose ezanit e ka patur shumë kritika ndërmjet deputetëve dhe adresuar për deputetët ose për Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Deri në momentin kur të kemi gati kronikën dhe për të ndjekur këtë, do të shkojmë realisht pak ditë prapa në debatin e Kuvendit të Kosovës në momentin kur u aprovua ky projekt ligj. Do të shohim se si një pjesë e deputetëve, një pjesë e deputetëve të Partisë Drejtësisë njëkohësisht edhe deputeti i pavarur Amir Ahmeti kanë protestuar ashpër kundër këtij ligji, ndërkohë që ka patur edhe deklarim të vet ministrit të Mjedisit Dardan Gashi, ku ka thënë se ky ligj ose ky projekt ligj nuk është kundër ezanit. Le të ndjekim kronikën. Me ligj do të vendoset sa lart do të jetë ezani. Por kjo çështje i preku fort disa deputetë të Kuvendit të Kosovës. Ata u revoltuan që në projekt ligjin për mbrojtjen nga zhurmat si pengesë konsiderohen edhe objektet fetare. Është thjesht një rresht i cili duhet të shlyhet nga neni 4 respektivisht pika 2 këtij neni, sepse është në kundërshtim me të gjitha ato që thanë këta kolegët e mi, por është edhe në kundërshtim me raportin e vet ministrisë tënde, e cila ka dalë me raportim në vitin 2012. Partia Drejtësisë beson se ministri i Mjedisit Dardan Gashi qëllimisht po e bën këtë. Dhe të merret me gjitha ato ndërtime paralele që ka zënë frymin e mbarë Kosovës në përgjithësi, është marrë me rolin e historianit, duke fyer historinë 600 vjetare të këtij popullit. Sulmet e tij ndaj identitetit besimtar islam Kosovë nuk kanë të ndalur. Madje në një situatë krasniqi ishte goxha i ashpër me deputetët. Gjithë me kujdes këto probleme, mos i përzini zhurmën me tradita dhe ndjenjat. Ju lutem te. Por ministri Dardan Gashi megjithatë doli vetë të jap një sqarim. Edhe të respektoj maksimum ndjenjat fetare, edhe kombëtare, edhe qytetare. Edhe Muhamet Mustafa i LDK-s e jetën sfirca i Partisë së Drejtësisë ishën të mendimit se projekt ligji duhet nderruar. Por gjithçka vendosi vota. Projekt ligji kaloi në lexim të parë. Me 38 vota për, 30 kundër, miratohet në parim. Përveç këtij, deputetët votuan edhe disa projekt ligje tjera, por ata që munguan do të humbin diçka. Kërkojnë nga administrata që ta kenë parasysh për mëditje votimin e fundit. Debati ka vazhduar edhe më tutje që nga momenti kur është aprovuar në Kuvendin e Kosovës në lexim të parë pra ky projekt ligj, ndërkohë që kur është folur për nenin 4, nenin problematik, nenin që shumë deputet të Kuvendit të Kosovës kanë protestuar kundër tij, po mundohem në pak çaste ta shpjegoj. Burimi i zhurmës është çdo emetues i zërit të padëshirueshëm ose të rrezikshëm si makineria, pajisjet,
instalimet, pajisjet për punë dhe transport, operime teknologjike, pajisjet elektroakustike për të luajtur muzikë me zë të lartë, folurit e tjerë. Pika 2 thot burimet e zhurmës në mjedis konsiderohen trafiku rrugor, hekurudhor dhe aeror, duke përfshirë pajisjet për transport dhe infrastrukturë, pajisjet industriale, makineria e punës dhe ndërtimit, pajisjet akustike të objekteve fetare, është kjo fjalia që është konsideruar nga një pjesë e deputetëve si tendencioze, si dhe pajisjet tjera. Për këtë, do të diskutojmë sot në studion e Infomagazinës me 2 deputet Kuvendit Kosovës, me zotin Gzim Kelmendi, deputet i Koalicionit për Kosovë të Rinë, realisht deputet i Partisë së Drejtësisë, dhe zotin Arben Gashi, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, që 2 deputet kanë votuar ndryshe në aprovimin e projekt ligjit në seancën e Kuvendit të Kosovës. Zoti Gzim Kelmendi ka votuar kundër, ndërkohë që zoti Gashi ka votuar pro. Paraprakisht, para se të nisim edhe debatin e sotëm në studio, le të shkojmë me kronikën që e paralemrova më herët të takimit të Komisionit Parlamentar për Planifikim Hapësinor dhe Bujqësi, ku diskutua kjo çështje dhe u caktua që një seancë tjetër të shpjegoj problemin e ezanit. Le të shkojmë me kronikën. U mblodhën për të diskutuar një çështje të rëndësishme. Antarët e Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor vendosën që të zhvillojnë debat publik për projekt ligjin e aprovuar nga Kuvendi kundër zhurmës. Aty pritet ta sqarojnë edhe çështjen e ezanit. Do ta marrim një dëgjim publik për ligjin për zhurmë, ku do të thirrim të gjitha institucionet cilët janë të interesuar të marrin pjesë, të japin kontributin e vet dhe ne të debatojmë dhe të shohim çka mundna me bëu për të mirën e këtij ligji dhe qytetarëve të Kosovës. Një antar i komisionit kërkoi mendimin e bashkësisë fetare. Nëse ka mundësi ta vizitojmë një herë bashkësinë islame, ushtin mos andaj ta bëjmë një debat. E dikush është kundërgjues së ashpër të përdorur nga disa deputet në seancën kur u aprovua ky ligj. Nëse e ke lexuar, një deputet që i shkruan Komisionit Parlamentar e ka gjuhën jashtëzakonisht tol komunikimit. Dhe kjo nuk ka të bëjë Amir Ahmeti. Nuk guxon deputeti me ky institucion. Rasti se për shembull ai ka vërejtje, ja, duhet të drejtohet ekzekutivit dhe jo legjislativit. Por Haradinaj nuk e la pa kritikuar edhe ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Se ministri Gashi nuk ka qenë absolut i kujdesshëm. E ka provokuar një temë që absolut nuk i hyn në to rrethana e Kosovës, por sidoqoftë unë jam për me pas debat edhe ta shohim në fund. Për diskutim publik janë edhe deputetët e LDK-s. Kjo mos reflektohet që ne si deputet jemi kundër ezanit. Unë atit bile në seancë me qëllim nuk e kam përmendur pajisjet akustike të objekteve fetare, sepse për mua ato nuk janë zhurmë. Në seancën e të mërkurës, deputetët pritet ta sqarojnë çështjen e ezanit që shkaktoi një debat të madh në opinionin publik. Dikush tjetër? E paralemrova dhe më herët, debati ka vazhduar shumë, ka patur edhe interpretime të ndryshme, ka patur edhe akuza e kundër akuza jo vetëm në adresë të deputetëve, por edhe në adresë të secilit, po them, që ka guxuar të marrë një opinion ose një këndvështrim karshi kësaj çështje. Jemi në pjesën e debatit në Infomagazin, 2 deputet të Kuvendit Kosovës janë në studio, zoti Gzim Kelmendi, deputet i Partisë Drejtësisë, njëkohësisht i Koalicionit për Kosovë të Ri. Mirëserdhje zoti Kelmendi. Faleminderit për ftesën. Zoti Arben Gashi, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përshëndetje zoti Gashi. Përshëndetje. Ju keni votuar pro, po, në fakt, ligjit kundër zhurmës. Tema e sotme është ligji kundër zhurmës apo ezanit, marr parasysh edhe debatin që ka ekzistuar. E përmenda më herët, jo vetëm në Kuvendin e Kosovës, por gjithandaj edhe nëpër rrjetet sociale u bë një buje e madhe. Unë mendoj se tema duhet trajtohet në disa dimensione. Dimensioni i parë është dimensioni politik. Dimensioni i dytë është dimensioni teknik dhe dimensioni i tretë është dimensioni moral. Në dimensionin politik mendoj se sjellja e Partisë Drejtësisë ka qenë jo korrekte politikisht. Pse? Jo ndershme politikisht dhe jo sakt. Pse? Tash do ta sqaroj. Ka qenë jo ndershme politikisht sepse kryetari i Partisë Drejtësisë është edhe ministër në kësaj qeverie. Ju ndoshta e dini, por shumica e qytetarëve të Kosovës nuk e dinë se ligjet propozohen nga ministria
në qeveri, mbledhjet qeverisë ose këshillit e ministrave aprovohen ligjet me votim. Dhe kryetari i Partisë Drejtësisë, ministri i kësaj qeverie nuk ka fol hiç, nuk e ka nën ligjin, e ka votu, ose të paktën ka abstenu qëllimisht. Që do të thotë moraliteti politik i tij është i kontestueshëm. Nëse ai vërtet apo Partia e Drejtësisë vërtet beson këto që i thot, sepse unë kam bindje thellë se këta ose nuk e dinë, ose qëllimisht po përhapin huti, panik, radikalizim të shoqërisë dhe elemente tjera të paarsyeshme. Në aspektin teknik, unë mendoj se ligji nuk është trajtuar sakt. Nuk është mbrojt sakt nga ministri i cili ka pas për detyrë me prezantu ligjin përpara komisionit parlamentar dhe me mbrojt në seancë. Tash unë po dal në pozitin që duhet ta mbroj ligjin për arsye sepse këtë pozitë duhet me marr gëzimi, sepse gëzimi është përkrasin i koalicionit qeveritar, i cili ka pru këtë ligj. Dhe gëzimi nëse është kundër këtij ligji, këtij parimi shtyllës substanciale të partisë tij, atëherë këta është dashur me dalë prej koalicionit, nuk është dashur me kon qeverisat. Por le të kthehemi te problemi real. Shpeshherë zoti Kelmendi ka patur reagime edhe kundër mendoj subjektit të tij politik kur është në çështje. Me mbetë bosh pa trajtuar në aspektin teknik dhe në aspektin moral. Le të përgjigjemi konkretisht zoti Gash. Ligj kundër zhurmës apo ezanit. Se ka patur interpretime që është tendencioze për ligjin. Po citoj ligjin. Neni 2.2.1. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për zhurmën e lëshuar. Përmend ka person ekspozuar brenda shtëpisë e tjerë, neni 2.7. Dëgjoni. Ngazërimi i zilës ose pajisjeve elektroakustike në kohën e riteve, në ditët e festave fetare, në pajtim me ligjin për festat zyrtare të Republikës Kosovës. Do thotë në kohën e riteve, kur thirret ezani, ky ligj nuk vlen. Por moralisht Partia e Drejtësisë ka bërë gabim shumë të madh. Unë personalisht kam një mospajtim me titullin e ligjit dhe me mënyrën që trajtohet. Pse? Thot zhurmë. Ndërkohë që ky problem me një amandament ka mujt mos zgjidh. Edhe neni i cili ju referuat 4.2 rreshti i fundit do të zgjidhej shumë lehtë nëse do të thuhej ligji për zërat, tingujt dhe zhurmat. Dhe klasifikon çka është zë, çka është tingull, çka është zhurmë. Në këtë rast, zhurmë është zhurma që prodhohet prej automjeteve, mjeteve industriale, mjeteve të tjera motorike, zë është çdo zë i cili transmetohet nga burime natyrore që janë njeriu, por mund transmetohet edhe për burimeve të tjera akustike dhe zilet ose tingujt tjerë që transmetohen nga burime të tjera artificiale. Ju thoni që nuk është kundër ezanit ky ligj. Ky ligj absolutisht në interpretimin tim të ligjit nuk është kundër ezanit. Trajtimi i till me një paragraf me një emër si zhurmë është problematike që mund të mos kuptohet teknikisht shumë lehtësisht mund zgjidhet dhe këta e dinë shumë mirë se ligji ka kaluar vetëm leximin e parë. Dhe me një amandament i cili thotë që në titull ligjit, ligji për tingujt, zërat dhe zhurmat. E kryen këtë problem dhe njerëzit duhet të rrinë qetë dhe do duhet të ishin shumë qetë dhe të mos manipulojë, dilej të folën foltore, fjalë nga matrona të mundshme, të akuzohen deputet, të akuzohen tjerë, kur realisht besimi, shtylla kryesore e një partie, e cila e ka akuzuar këtë ligj, e ka kundërshtuar, e ka votuar kryetari vet në qeveri dhe të njëjtën kohë në parlament nuk kanë marrë asnjë veprim, as në komision dhe as në procedurat më të tjera. Mirë, komisioni vendosi që një debat të zhvillohet, një debat tjetër që e kanë humbur moralitetin dhe i kanë trazuar ndjenjat e njerëzve të parshyeshëm. Ne japim rastin zotit Kelmendi të sqarohet realisht rreth qëndrimit, por edhe rreth këtij projekt ligji të aprovuar në lexim të parë është një fjali problematike zoti Kelmendi, një fjali që ka lënë mbasi ka lënë të kuptohet shumë çka, nga ajo rodhi një debat shumë i madh, rodhen edhe akuza shumë të rënda në drejtim, po themi të dy palëve në kuvendin e Kosovës. A është ligj kundër ezanit apo ligj kundër zhurmës? Fillimisht ju falenderoj një procesën. Megjithatë është hipotetike, ne tash të vlerësojmë punën e ministrit edhe në qeveri dhe në votim qeveritar, edhe nuk është informatat nuk i kem sakt as unë as kolegu, nga se këtë projekt ligj e kemi marrë kutinë postare ne si deputet një muaj para se me dalë në pushimin pranveror, do thotë kuvendit, dhe në takimin qeveritar kur është votuar për këtë ligj, në sipari nuk e di më ka qenë prezant kryetari i Partisë Drejtësisë, dhe dyta nëse ka qenë si ka votuar, ne nuk kemi as argumente edhe as proces verbal të tilla.
Pjesa dytë sa i takon fushveprimit tonë, qoftë si parti të drejtësisë brenda koalicionit, qoftë si parti brenda koalicionit. Mos kalojmë tek koalicioni, vetëm të përgjigjen. Nëse shtyllë programore juve atë, ka thënë shtyllën programore të juve në koalicioni që e ka prunë. Edhe po s'ka qenë ministri aty. Para se të kalojmë tek kjo çështje, a është ligj kundër Ezanit sepse keni qenë shumë i ashpër. Po ta sqarimin, po mbeta borxh edhe kolegut. Do keni rastin edhe të replikoni me kolegun. Jo, nuk du me repliku, më larga sajna, e kom kolegës shumë edhe respektoj, por deshta ta sqaroj. E din edhe vetë prej përvojës kolegun që në këtë legislaturë që 3 vjetë sa mi deputet, ke pas përvoja që parti opozitare në kuvendin e Kosovës shpesher kanë qenë ma pozit se vetë ne opozita. Dhe këtu e se pasurin tonë si parti drejtësisë, edhe pse mi pjesë e koalicionit qeverisës, se mi kemi kundërshtu kategorikisht, bile, për hir që zërit jetë më i fuqishëm janë kundërshtus, unë e ka marrë drejtën nga kolegë, se nuk jam antari ati komisionit për bujqësi dhe planifikim hapësinor, për planifikim hapësinor që është dhe komisionit për bujqësi, për që zëri janë më i fuqishëm si parti drejtësisë e ku marrë të drejtën nga kolege që e falenderoj deputetën Sevdi Lama, ma ka drejtë me fol në emër të koalicionit për Kosovë 3, për me shpreh qëndrimin tonë edhe më të kundër, do thotë nuk po flas vetëm në emër të partisë drejtësisë, po flas në emër të koalicionit për Kosovë 3. Do thotë edhe pse ka një ligj i sponsoruar nga qeveria, nga ministri Darda, neve nuk na hendikepon që ta votojmë kundër. A është shtyllë programore juve besimin Zot dhe mbrojtja e traditës dhe fesë islame. Pak po ndërhyn unë të tërpreva Harven, mos është problem. Dëgjoj, nuk është problem. Nëse po, a është cenu moraliteti i koalicionit? Japim rastin zotit Kelmendi, le të përgjigjet. Po ndaj keni rastin. Po ndëgjoj, mirë. Kolegu edhe po pyet edhe po përgjigjet. Unë mendoj se din edhe pyetjen edhe përgjigjen, edhe shtyllë programit ton Besimi i Zot dhe e mbrojt fuqishëm gjatë 3 viteve të kaluara, e mbrojmë edhe tash. Do thotë fakti që jemi ne në koalicionin qeverisës nuk është argument që ne me hesht para ligjeve që vinë prej qeverisë, por e kemi kundërshtuar mënyrën çështja e daljes mbet vendos nga partia drejtësisë. Nuk përjashtohet edhe mundësinë se vazhdon kështu koalicioni qeverisë, qoftë PDK apo subjekt tjetër, të vazhdoj të fyjnë ndjenjat e besimtarëve të Kosovës, nuk do thotë që ne do të qëndrojmë si mbyllur. Ne në ditëve në vijim kemi edhe mbledhjet e radhës kryesisë partisë. Kush ka fyer ndjenjat e besimtarëve? Ky ligj, mirë përmendje edhe kolegu pajtu në një formë që kemi të bëjmë me ninen 4.2, i cili ka fyer drejt për drejt ndjenjat e besimtarëve. Vetëm fjala zhurmë është problematike. Çashtu, po dalte përgjigja ju konkrete. Nuk duhet trajtohet si zhurmë. Është shumë turpruese, shumë ofenduese për qytetarët e besimeve, edhe islam edhe të krishterë në Kosovë trajtohet mjetet akustike fetare, qoftë Ezani, qoftë këmbanat e kishës, të trajton si burime të zhurmës. Deputeti e kolegu e din shumë mirë, jemi antar të një komisioni komisionit më të madh, më voluminöz për ligje, dhe dim që shumica ligjeve shkojnë ka direktivat të Bashkimit Evropian, legjislacionit të Bashkimit Evropian. Po pikërisht po bëhet lajtitja më e madhe. Unë këtu me veti për të qenë më bindës para jush, ku marr direktiven e Bashkimit Evropian, për ligjin për zhurmat. Kurku nuk do ta gjeni që burimi i zhurmës janë Ezani dhe këmbanat e kishës. Nuk përmenet as ligj Ezani. Jo, burimet akustike fetare. Këtu nuk i burim akustik fetare. Këtu shkruan, këtu e shit ky projekt ligjikor. Le të jemi korrekt. Trajtimi si zhurmë është problematik. Dhe nuk duhet, dhe kjo mund të zgjidhet shumë lehtë teknikisht me një amandament ku thuhet qysh në titull ligji për zërin, tingullin dhe zhurmat. Dhe e trajton çka është zot, çka është tingull, çka është zhurmë dhe kryj mohabeti. Ky është pse me lyt me ndjenjat e njerëzve. Plotësisht i drejt, unë pajtona plotësisht pajt. Pse më dal me folë në atë në parlament? Pse mund nxit ky debat kaq i madh me lyt me ndjenjat e shumicës njerëzve në Kosovë? Ky është problemi. Dëgjoj, Arben, unë mendoj se këtë pyetje as mu, ndoshta as kushtrimit nuk është vendi më ashtu, duhet më shtru ministrit i cili ka provokuar një debat gjatë në Kosovë dhe nga pasojat e këtij debati fillimisht e ka pa gabimin dhe dje ka bënë një vizitë në Bashkinë Islame, cilin mendoj që është vizitë e mirëseardhur, bashkëpunuese, por megjithatë është bërë para se të vi ligji, është duhet konsultohet Bashkia Islame, Bashkia Katolike, të konsultohet një ligj i tillë. Pra po them, a ka qenë ministri Dardan Gashi sepse ministri Dardan Gashi në një deklarim ka thënë se nga grupet caktuara në kuvendin e Kosovës është keq përdorur një lëshim i tillë dhe që ka mundur Ki ligji para vetit. Paragrafi ka e qartësova një ligj të tillë, por ka patur akuza dhe një gjuhë shumë të ashpër, një gjuhë shumë të ashpër të drejtuar nga një pjesë. Vetëm një diçka të zoti Amir Ahmeti dhe nga ju. Ministri Dardan Gashi ka qenë i paaft me mbrojt punën sepse ai nuk e ka bërë vetë atë punë. Dhe nuk e ka lexuar ligjin hiç, dhe nuk e ka ditë çka ka mbron as ka posulmon. Ai ka qenë i paaf me bë ka dështuar me bë punën e vet si ministër. Sepse në kapitullin 6, në 24 qasja në informata, debati publik dhe raportimi, organet kompetente për planin e veprimit dhe për strategjinë për nenin 21, sipas nenit 21 këtij ligji informojnë organet, organizatat, palët e interesuar në mënyrë dhe kohën e vendit të bajtjes debatit publik përmes mediave dhe webfaqeve
dhe të ministrisë. Do më thonë, me ligj është i detyruar kur të bëhet se ligji parashe me bë strategjinë e identifikimit vendeve të zhurmave dhe me bë planin e veprimit për zhurmat. Ju jap kompetenca dhe detyra dhe përgjegjësi komunave. Gjitha elementet janë të paraparme aty dhe këto duhet me palët e interesuar mu diskutu. Duhet më marrë mendimi palët e interesuar. Po ministri ka qenë i paaft, ka dështu. Në këtë rast edhe qeveria, sepse ligji është marrë dhe është përkthy. Ju e shihni, për shembull, nëse e shihni ligjin që është fillim, atje thotë qeria, nuk thotë qeveria, po thotë qeria. Po e adreson gjatë gjithë kohës Zotëgashi problematika që unë po marr pozitën me arsyetu ligjin, kur realisht çdo është gëzimi me arsyetu ligjin se është pjesë e koalicionit. Dhe unë nisarem shumë mirë për opinionin për japje se shpresher po musulman pa drejtësisht dhe mirë që po pajton si pjesë e koalicionit jo personalisht, nuk kam kurrë personale me ty. Vetëm fakt. Jemi qyre pasurin politike në këtë vend. Pjesë e koalicionit, unë jam pjesë e koalicionit kom votu kundër, ti opozit ki votu për. Vetë për kritikon ministrin, pse mbështet atë ministrin, pse mbështetin një sepse ligji nuk ka është e vërtetë ajo çapo e thoni ju. Ky është problemi. Tash ju duhet më thonë. O pajtum. Po, fjala zhurmë është problematike e cila ne që në mandament. Zotëgashi ka problemin tek gjuha e përdorur në kuvendin e Kosovës. Dhe gjuha që është kultivuar gjithë çdo ditë. Dhe gjuha që ky e pat problemin te ministri. Gjuha e cila është kultivuar gjithë çdo ditë dhe po ashtu nëse vërtet këta çështja është e besimi, a besojnë këta që ky ligj është vërtet ashtu siç po thonë? Nëse këta Partia e Drejtësisë beson vërtet se është ky ligj ashtu siç po thonë, çka lypin këta në qeveri? Çka lypin këta në parlament? Çka lypin? Edhe unë nëse vërtet besoj që ky ligj e nol zonin, e nol kembanat, e limiton lirinë fetare, lirinë e besimit, ma limiton mu. Unë çka lypin në parlament? Pse votojnë? Ky është një element jashtëzakonisht çështje substanciale e moralitetit politik dhe profesional dhe etikës personale. Nëse shikojmë në mënyrë kronologjike veprimin e ju në parlament dhe këto çfarë thoni kanë kundërthënie, do thotë keni vepruar të kundërt në asaj çfarë thoni. E keni mbështet një ministër i cili s'ka punë mirë. S'ka mbështet ministrin, s'ka punë me ministrin. Vetëm pak nuk. Unë nuk e mbështeti ministrin. Jo, po, mos thuaj që mbështet ministrin. Po kur e voton ligjin e tij për, çka është ajo? Unë nuk mbështeti ministrin. Çka është ajo kur e voton për? Ligji është teknikisht në rregull. Ligji është teknikisht në rregull. Problemi nuk është edhe bashkë në rregull, kur thatë se zhurma është problemi. Veç një diçka. Në procedurë ku vendohen, parimisht. Ta sqarojmë. Atë ditë është pyetet. A jeni dakord që të kemi një ligj për zhurmën? Parimisht. Ligji është diskutuar në parim. A jeni dakord që të kemi këtë ligj? Po. Ligji pastaj hyn procedurë kuvendore dhe nëpër komisione, ky e din shumë mirë gëzimi që ligji ndron 40-50%. Ky është vetëm një fjalë. Një fjalë e parëndësishme. Nuk është esenca. Kjo është shumë thjesht ndrueshme. Ju thoni se nga kjo fjalë nuk ka guxuar. Nuk është dashur me u lut me ndjenjat e njerëzve për arsye të përfitimit politik. Ky është problemi. Pse me u lut me ndjenjat e njerëzve zoti Kelmeni? Dëgjoj. Tash apo më akuzon mua ministrin. Po akuzoj njerëzit që kanë folë parlament dhe kanë nxit këtë gjuhë të urrëties dhe kanë nxit shqetësim të gjithë njerëzit e mirë të këtij vendi që besojnë Zot dhe që kanë drejt me besuar Zot. Vetëm pak, nëse më lejon spaku jo një minutë 30 sekonda ta sqaroj mos më ndërprej se fillimisht që kanë formë sot Arbini. Nëse do të është temë të cilën ju morr seriozisht. Për fillimit ki kundërthënie edhe mënyrën e veprimit që shkruhet në kuvend, edhe në fillimisht e vlerësove ligjin si të mangët, me gabime teknike dhe shumë gabime vetëm pak të sqaroj. Jeni 4 paragrafi 2 dhe vetë ministri nuk ka qenë jafta mbrojat. Këto janë mangësi, po në anën tjetër ti ke votu për këtë ligj, për këtë ministër. Unë jam për ligjin i cili ndalon transmetimin e zhurmave. A din ti çka bëhet në Prishtinë? A din çka bëhet në Prishtinë me disko? A din ti çka bëhet në Pej me disko? Do natë njerëzit nuk mundën të bëjnë vetëm. Këto zhurma i nol ky ligj. Atë japim rastin zotit Kelmeni. Këto zhurma i nol ky ligj. Unë e kam votuar me këto zhurma me nol ky ligj. Ajo çështja se a quhet zhurmë, a quhet zon, është e riparueshme. Zotigashi, ti ke qenë t'ja japim rastin zotit Kelmeni le ta përfundon përgjigjen e tij, mos kthehemi edhe një herë tek interpretimi se interpretimin e dham që të dy, edhe për nenin edhe tek problemi. Por zoti Gashi tha se politikisht jeni munduar ta shfrytëzoni atë moment. Dëgjoj, jo, nuk e kem se na nuk kem sponsorues atë ligjit. Ju jeni sponsorues, po keni përdorur një gjuhë tash për atje. Po mirë, na kemi kundërshtuar qeverinë, ti e ke përkrah qeverinë Arben. Çu dallimi janë praktik, ti ke votuar për na kundër. Po, se unë mendoj se ligji është në rregull teknikisht dhe është i riparueshëm. Po, rreth nuk ka rregull Arben.
I përmende minimum, veç pak se po ma ndërprej, minimum I përmende 5 mangësi brenda vetë ligjit. Po, që me një amandament regulohen. Vetëm pak dhe, po mirë dhe. A dinti që na bojmë ka 300 amandament në ligj. Arben, nuk kom len me fol bre, nuk është përreki kjo. Me një amandament në drejqet ligjit. Japim rastin zotit Kelmendi Ajo çka pëthu këtu, në fillim çka prezantove, tash pak e ndrove, pave debatin, në fillim çka prezantove për ligjin, çka prezantove për ministrin, krejt to anë negative, vetëm pak qëndrojnë, po në praktik I vepru të kundërtën ki votu për, je dalë ma qeveri se na që janë qeveri, e para. Kur pjesa dërmuese kolegëve tu brenda vetë subjekt grupit parlamentar kanë votu kundër. Unë I falenderoj gjithë ata deputetë që I falenderoj se ata kanë bërë punën e vet. Ata I falenderoj për zemërsisht. Ata s'kan bërë për ty. Jo, plotësisht nuk thash, thash që unë se bëj për ty, s'ki nevojë me falenderoj ti. As më akuzuj, s'o problemi. Unë falenderoj. Po falenderon do dhe po nxit me urrejt disa tjerë. Ky është problemi. Ti, partia jote. Apshe më akuzon. Fillimisht ministrin akuzove, tash partin teme, fillimisht kalove çështja është e besimit cilin përfaqësoni. A keni këtë besim as e keni? A keni këtë bindje? Nëse ju jeni të bindur, unë jam I bindur që ligji është I përmirësueshëm. Unë mendoj se çështja e besimit tonë, çështja e besimit. Zoti Gashi po insiston gjatë gjithë kohës se keni përdorur një gjuhë të urrëties atë ditë. Nuk e di, ky fillimisht filloi me ministrin akuzoi, pastaj kaloi te ministri edhe janë, kaloi te partia janë, tash kaloi tonë. Unë nuk e di nëse zgjat ky debat 2 orë nuk di ku do të ndalet akuza ti, por po flas. Ajo çka pe realiteti. Jo, arbe nuk ka realiteti ky. Je pjesë e opozitës e ki votu pro qeverisë, pe kritikon ministrin për mbështet. Çka po do të thonë me këtë punë? Je dal ma qeverisë e unë se qeveria. E ki votu për projekt ligjin. Edhe unë jam për. Unë kam votu për sepse ky ligj kontrollon zhurmat. Po nuk kom lënë me përfundu, nuk kom lënë. Lutem të kemi respekt. U pajtum dytë në fillim, në 4 paragrafi pikë 2 është shumë ofendues për besimtarët islam dhe krishterë. A është I përmirësueshëm procedura kuvendore? Po, a ki pa kërkesën teme kuvend Kosovës si në ka qenë? Është I përmirësueshëm. Nëse është I përmirësueshëm. Ata kanë votuar për. Jo. Fati që është I përmirësueshëm nuk të jap ty komoditetin me hesht në parlament ose me votu për. Ti dush me thonë qëndrimit të edhe në kuvend, herën e parë, edhe në komision. Po, me dalë thonë pa vërteta, që ky ligj ndar lezonin, apo? Në 4 dëshifroma ndryshe. Dëshifroma ndryshe në 4.2. Ta lexoj. Burimi I zhurmës, e lexoj edhe kushtrimi. Burimi I zhurmës është pajisjet akustike fetare. Para se më shku te katëshi kushtrim, na lutë dyshi 2.2. 2.2, dyshi është para katëshit. Jo. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për zhurmën e lëshuar. Çfarë? Ndër tjera për mos me hub koshëm, po shkoj te 2.7-shi. Nga zërimi I ziles ose pajisjeve elektroakustike në kohën e riteve fetare, në ditët e festa fetare. Në pajtim me ligjin për festa. Në kohën e ritave zotni. Në kohën e riteve fetare. Ja, ditët festave, ndalë shtu. Po mirë dhe këto amandamentojmë. Ky po thon kohën e riteve. Rit fetare të fol 5 ditë. Është rit. Po vjen kundërshtim me vetveten. 2 vende e zonë veten. Dëshëm lutem. Ky që ka një problem tjetër. Je ka bën problem. A përshtat si nuk e ke lexuar ligjin si duhet arben. Nuk e ke lexuar ligjin si duhet. Zoti Kelmendi, edhe ju nuk e përmendet kështu. Mos edhe ju se keni lexuar. Digo, ajo çka ka shkruar. Ne kemi 3 amandamente që kemi dërguar. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen. Përmendet në 2.2 dhe 2.7 dhe 4.2, por më ronda ka qenë. I vetmi problem është fjala zhurmë. Sepse këtu thotë. Unë pajtohem. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për zhurmët e lëshuara edhe për ritet fetare. Zhurmë nuk duhet konsiderohet. Ky është problemi. Çka ka të keq këtu me kundërshtu këto? Po, duhet të jetë një amandament thotë, I cili thotë që në titull edhe komplet tekstin, ligji për zërat, tingujt dhe zhurmën. Sepse bëhet fjalë për zhurmën edhe industriale edhe motorike. Me një debat realisht, një debat I cili nuk I shkon për shtati asnjërs palë. Një debat religjioz e kundër religjioz, jo vetëm në kuvendin e Kosovës, por gjithandej. Ashtu e përmende, është mirë që përgëzoj. Nuk është e rastishme ky debat që nxall në ndjenja fetare, nuk është I rastishëm. Fatkeqësisht gati tër viti 2013 na ka shkuar me debate të tilla fetare, po flas po qëllim jo të mira, edhe fatkeqësisht filloi dhe viti 2014. Kjo nuk do koment shumë për faktin se ne si shoqëri e kemi disa kritere për ty në Bashkimin Evropian, por fatkeqësisht kemi vëllë shumë pengesa na vetvetes për me hi në Bashkimin Evropian. Këtë për thomë jon, por e thot raporti I progresit vitin 2013 që din Arbeni kemi marrë kuvendin e Kosovës, raporti I progresit I vitit 2013 e cilëson Kosovën si vendin më shkallën më të lartë krimit organizuar dhe të korrupsionit. Do thot përderi nëse kemi krim të organizuar dhe korrupsion, kemi dështim në shumë fusha, në shkallën e lartë të papunësisë, nuk kemi sa të zgjidhur as pensionistëve, as veteranëve, kemi shkallë të lartë të gjitha sferat e Zoti Kelmendi, e qartë për këto probleme, po besoj që pajtohet edhe zoti Gashi. T'ja bëj një pyetje unë. Edhe zoti, lutem,
Edhe zoti Gashi pajtohet për këtë çështje. Por ajo është kontribues e Partia e Drejtësisë në këtë debat. Jo. Pse? Unë në shikoni punën e Partisë Drejtësisë në sektorin që ka për... A ka qenë gjuha shumë e ashpër e përdorur në kuvendin e Kosovës. Ti po vet ai përgjithse për situatën, tash po vet për gjuhën, unë po gjes për situatën, për digasterin që është besu Partisë së Drejtësisë, unë shikoni Ministrinë e Shëndetësisë. Unë shikoni qysh është kallëheq Ministri i Shëndetësisë. E ka punë infrastrukturë ligjore. Po flasim për qeverisje. E para, po flasim për debatin. Urnot Xhema një gjuhë e cila nuk ka qenë për kuvendin e Kosovës nga deputetët e Partisë së Drejtësisë. A është më rënd gjuhë, është më rënd praktikat të cilën e ka provokuar përmendi ky me këtë projekt ligj të fundit provoku djenjat fetare. Unë po them vet fakti vizitës në Bashkinë Islame, vet fakti iniciativës si debat edhe që na kiftu ti sot është argument që në provokon djenjat fetare tu edhe islam edhe krishter. Prandaj nuk është koha që në emër të fesë ne të përfitojmë në anën tjetër. Ne e dim që shumë dështime në fusha të ndryshme mundon të mbulohen, del në pa faktori fe. Fatkeqësisht e ka nisur 2014 kështu, nuk është rastësisht me kjo. Këtë për këtë çështje zoti Gashi tha se keni tentuar të përfitoni politikisht. Po nuk kemi na sponsoruar këtu në brek, çush me përfitu ku na nuk sponsorojnë. Jo, nuk po flasim për sponsorizimin, po flasim për deklaratat e tyre. Ministri që është antar i kabinetit qeveritar, a e ka lexuar këtë ligj? A e ka pa atën? Ndoshta do duhet të pyetej zoti. Po kryetari i partisë. Se po të mos ishte kryetari i partisë do të ishte më lehtë. Kryetari i partisë. Qendrimi juaj ka qenë debati tash për këtë. Nuk është dashur të bëj. Ky debat nuk është dashur të bëj hiç, nuk është dashur të provoku. Mirë shumë. Kjo nuk është dashur të bëj. Ky ligj është dashur të ndrejç. Ajo pikë ku quhet si zhurmë duhet të heq. Edhe është e rregullueshme shumë thjesht, teknikisht shumë lehtë e rregullueshme, politikisht e rregullueshme. Edhe ligji detyron vetë ligji, i detyron ministrinë me konsultu. Kapitulli 6 i detyron me i konsultu bashkësitë fetare. Nuk ka kurfar problemi. Krejt kjo është çështje artificiale. Ka nxit ndjenjat e urrëties së qytetarëve të Kosovës pa arsye. Kush? Ka trondit ndjenjat ata që kanë menuar me përdor politikisht. Kush? Gjithë ata. Gjithë unë në këtë rast po e njohëlli deputetëve të cilët kanë fol me aq pasion, me aq ndjenjë në kuvend për pa arsye. Përfshira zoti Kelmendi? Edhe zotin Kelmendi. Edhe zotin Kelmendi, edhe tjerë që kanë fol sepse unë jam i bindur se as e kanë lexuar ligjin. Una? As e kanë, s'po them kush e ka lexuar Arben? Ti vetë se ditë cilin po fol Arben. E para e dyta, fillimisht akuzove ministrin tash dole tonë, nuk ka problem. Unë akuzën, dëgjoj, akuza është tjetër e vërtet. Ligji ka një qëllim kryesor. Qëllimi kryesor i ligjit është me kontrollu zhurmat industriale që vijnë prej fabrikave, prej uzinave tjera. Me kontrollu zhurmat motorike që vijnë pe kamionave, pe kerrave që hyjnë nëpër qytete, aty qitet numri banorëve deri në 100.000 me bo strategjinë mbi 100.000 e tjerë. Ligji ka edhe qëllim tjetër që është substancial, për cilin ti s'dosh të luftu për këtë ligj, duke sakrifikuar atë element, që është kontrollimi i kafeve, bareve dhe zhurmat që i transmetojnë ato. Ti e din shumë mirë atë punë. Ti e din çka bëhet në Pejë. Ti e din çka bëhet në Prishtinë. Ti e din çka bëhet në Xhilan. Ti e din çka bëhet në tonë Kosovën, njerëzit smunden flesh via veta. Përsëri ju këtë argumenteve të fillimit. Këto janë probleme të cilat i dosh ti me trajtuar dhe me përkrahë. Deputeti pak e hupi orientimin dhe po ndoshta gabimi që bëni fillim debatit. Fillimisht akuzove ministrin. Fillimisht të dëshmove që nuk i ki lexuar ligjin sot, a vetëm pak, e dytë të përfundoj Po vjen keq se tash më akuzove drejt për unë nuk ta akuzova personalisht, vetëm pak. Po duhet më të kthy personalisht se ti nuk po e kupton esencën e dallimit mes nenit 2.2 2.7 dhe nenit 4 dhe nenit 4.2. Unë përmend se 2.7. Ky ligj nuk vlen. Nuk vlen edhe krymabeti. Unë e di se vetëm pak, Për rritet fetare dhe për festat. Ti po tu jena debat hapur. Na kaftu, edhe kemi drejtën e fjalës secili. Ti na e dim që je kryetari i komisionit për licencion, dhe atë pozitë që ke në komision, ndoshta më ndërhyj mos e provova dhe këto. Spaku me mirë kuptim po them, se s'po duhen me ndërhyj ashtu se çmoj si edhe sekretari i komisionit ose si deputet. E para, e dyta, ligji neni 2.7 përmend se di. Thot ky ligj nuk zbatohet në rritet fetare ditëve të festave, do thotë vetëm për Bajram nuk zbatohet. Mos ta ndërprej. Vazhdo neni 4.2 ku ka qenë. A dëgjoj zillat ai problem. Një presje mas rritet fetare. Vesh një presje është. Vesh një presje. Ky nën nuk vlen në rast të rritet fetare. Presje. Ditët e festave presje. Ajo do të jetë mërkurën. Hala nuk erdha. Hala nuk erdha të zgjedhja. Unë lipa 30 sekonda, s'po lën 10 sekonda me vol. Nuk erdha të zgjedhja shumë e lehtë, mirë pe thutin komision. Por neni 2.7 ka që përmenda, neni 4.2 që është ngritë shëtësimi jam që ti e pranove në fillim. Problem vetëm pak. Ligji është për zhurmën.
për mbrojtjen nga zhurma, ndërsa burim të zhurmës nuk mund konsiderohet thirrja fetare dhe kry mohabet, jam dakord me ty. Me heq. Të lutem, po s'to kam kërkuar kuvend Kosovës. Po jo me dal me thon po nalet e zoni, se nuk nalet. Çka dal vetëm pak. Nuk mund konsiderohet zhurmë e zoni. Vetëm pak. Në këtë studio, këtu ku jena bashkë ka qenë në emisionin Zona Debatit. Ministri që t'je përmendis, vetëm pak brete. Deputet na vendosin për ligje. Nuk e vet kur kush ministri. Ai ka propozimin na vendosin. Nuk je korrekt as pak ndaj me. Ministri na nuk pevesin, po ti pe mbështet me vota. Ti po thu fillimisht nuk ka qenë as pak i mirë as i gjas ministri futja ke botën. Në këtë emision, në këtë studio, në zonën e debatit, mysafir të baton. Vetëm të përfundoj. Mysafir të baton Haxhiu. Dardan Gashi, kur ka ndodhur problemi me xhamin e Veternikut që është pezullu puna, e ka sharu këtu ndër të tjera, ka thonë së shpejti, do të kemi në Kosovë një projekt ligj i cili është kundër zonit që cilësot si ndotja akustike. Ndotja akustike ka cilësu kështu. E para, e dyta. Dhe ju vazhdu të menajnë qeveri me ta. Ka dalë mëre, une s'pa ku e kundërshtova t'je votove për. Vazhdo me përkra me menajnë qeveri me ta. Kur nuk me përkra Dardan Gashi, to t'jesh i bindun. Po pse përrin qeveri me ta? Ka dalë bre pse përri, pse po udhëheqim një sektor që e kena marrë për sipër. Po ja, nuk dëna me marrë për sipër. Po qeverisja është dërmarrje kolektive, o gëzim. Dërmarrje politike kolektive qeverisja. Po mundosh me qitë prej temës. Qeverisi na nuk jemi për Dardan Gashin. Jemi për Kosovën, po na ka qellu me pas hisë edhe atë ministër. T'jesh i bindun. Ne na për Kosovën, për kërkon tjetër se na, me atë sa na ka besu për shëndetësi. Po flas tek kynen pikrisht. U pajtum fillim që është e papranueshme mu cilësu thirrjet akustike fetare, mu cilësu si burimet e zhurmës, është ofenduese. Pikrisht ka qenë shqetësimi për nenin 4.2. Dhe tendencat ja lidhur pikrisht me deklaratën e ministrit në studio, me veprimet e tij dhe kom thonë nuk është në rregull, ky debat më provoku. Vetëm pak, kuvendin e Kosovës kom lajmëru që është shumë e rëndë dhe ndodhi e vërteta, që po dhuti, ditët në vjem. Ti e ki ndërtu opinionin duke gjyku mbi deklaratat e ministrit. Mu ministri që a deklaron asë më intereson. E ka dëshmu ligjë? Nuk më intereson mu që veç atë ngova. Mire, ka dëshmu ligjë? Atë ngova. Nuk më intereson që ka deklaron ministri. Sa budallah që t'i bën ministri, rrugve, ditën e natën, e që a thot mus më intereson. Unë lexoj ligjin. Ligjin e vlerësoj. Me vlerësimin tim, cilat janë prioritetet. Prioritetet kanë qenë zhurmat industriale, zhurmat motorike, zhurmat e kafeve, bareve, dhe ndërto, pa drejtësisht, është konsideru zhurm transmetimi akustik nga objektet fetare. Dhe një gjë e tillë. Dhe ky është i papranueshëm për mendimin tim. Qartë, dhe një gjë e tillë. Por i përmirësueshëm me një amandament shumë thjesht. Që ne kemi me bë unë edhe ti bashkë. Vetëm pak. Tash pas nevojë me gëzbu këtë luftë hiç. Nëse vjen pyetje te ky, na u pajtum që ky paragraf është shumë ofendues përballë gjithë besimtarëve Kosovës. Ofendues, është i gabum tash i ofendues, që ofendues që dush që jemi gabum, se po cilëson thirrjet fetare, qoftë zoni, qoftë kembana si burime të zhurmës. Mirë tash, në anën tjetër. Pse mu m'akuzon, pse unë kom fol, do thotë sipas unë s'jam s'kom duhet me fol në parlament, a? Mu m'akuzon pse kom fol. Dëgjom, tu është ajo që dall. Gjuha adekuate. Se m'akuzove pa drejtësisht apo të përgjigjem. Kjo është përparësia jeme. Ne japim rastin le të përgjigjet sepse jemi krejt në fund debatit. Lutem shkurtimisht. M'akuzoj pa drejtësisht se unë po të them. Edhe si deputet që jam pjesë e koalicionit qeverisë, s'kom votu kundër ministrit, ndërsa ti si opozit ki votu pro ministrit, për kundër faktit që the nuk është i mirë. Ky ministri s'ka vepruar mirë, se ka mbrojt mirë. Do thotë ti me fjalë pe dëshmot kundërtën, në momentin e votimit e ki dëshmot kundërtën. E dyta. Se kam pas guxim me votu, se ka pas plot kolegë këtu që se kanë prej pullën hiç. Unë votoj me bindje. Unë po flas për partinë e drejtësisë. Votoj me bindje mbi bazën e ligjit që kam përpara. Edhe vlerësoj, edhe arsyetoj. Mirë, këto ishin qendrime, duket se ky debat nuk ka fund, por ajo çka më shkon mendje mu dhe çka më let ta kuptoj, edhe nga veprimi i sotëm i Komisionit për Bujqësi dhe Planifikim Hapësinor, edhe në debatin në vendimin se një gjë e tillë mund të amandamentohet dhe mund të korrigjohet edhe gjithë ky problem, mbase ky debat nuk do të kishte nevojë të ndodhte fare, por flasim në një gjuhë të tillë. Nuk është vetëm në kuvendin e Kosovës, një debat i tillë ka përfshirë gjithë gjuha që është përdor i ka dy elemente, vetëm këto do është me sqaru. Gjuha që është përdor i ka dy elemente, edhe për gëzimit, gëzim. Gjuha që është përdor ka ngjall shqetësim. Cila gjuhë? Gjuha se po nalet e zonit, krijimi perceptimit që po nalet e zonit ka kriju shqetësim enorm të njerëzit. Sepse është e paarsyeshme më nalet. Edhe kjo është problemi kryesor. Nuk është realiteti i njëjtë. Koha na thot se edhe duhet ta përfundojmë edicionin e sotëm sepse 3 herë ja u dhash rastin për ta përfunduar. Lutem ke 10 sekonda. Se zoti jeni bot 2 me 1. Vetëm pak. Në asnjë mënyrë. Shqetësim ka ngjall, e përmend edhe vetëm ande ndrove diskursin.
Vetë puna dhe veprimi, apo të përfundoj, sjellja e projektligjit nga ana ministrit. E para, e dyta, shqetësim kanë zgjat vota për të përfshirë votrën e ju si pjesë opozitës, e keni mbështet qeverinë. Dhe e treta. Keni me një fjalë tjetër, keni rrejt në emën qytetarëve të Kosovës të luajtur me ndjenjat e tyre fitare. Edhe kryma abeti. Nivelin e debatit. Po ul nivelin e debatit, është e vërteta. E vërteta është kjo. Keni thonë të pavërtet ju. Çish mundesh me dalë me thonë çenolet e zonës? Kush mund të guxon me thonë çenolet e zonës? Pranove vetë ligji pedagog. Unë absolutisht se thot hiç. S'është e vërtet. A the vetë pranove? Po ligji e para edhe sikur pranove 4.2-shin. Nuk ka nevojë, pse po bosh nervoz? Njeri kur ka argumente është i qetë. Njeri kur ka argumente është i qetë. Nuk ka nevojë. Unë po tregoj direktivat e Bashkimit Evropian. Po trajtimi si zhurmë, pastaj ka matjet atje, ke pa anekset e ligjit. Gzem ju mirë, qëndrimi i Partisë së Drejtësisë sepse duhet ta përmbyllim. A besojnë vërtet çka po thonë? Lutem zoti Gaç, qëndrimi i Partisë së Drejtësisë. Nëse do me qenë korrekt në këtë studio, është dashur patjetër të reagohet edhe në atë ditë. Lutem, na kemi reaguar si pozit pjesë e qeverisë, ky nuk ka reaguar si opozit. Edhe pse po flas për to individualisht, se jo për kolegët e tij, subjektit e tij, si thash, i falenderoj se kanë menduar për qytetarët e Kosovës. Jo më është etike jemi, etike jemi është mi falenderoj. Edhe dyta vetë pak. Regjia ma bën me dije se nuk kemi asnjë kohë, lutem 10 sekonda. 10 sekonda. Dy akuza të rënda mi bënë ndaj meje. Nuk ka lidhje çka është folje, është më rëndësi çka kemi në dokument, se sa është e rëndë kjo dëshmon edhe vizita. Vetëm pak bre, është e përmirësueshme, po ti nuk e ke qel rrugën. E ki votu për. Ka kalum parim me amandament rregullor. Vetëm pak Arben. Çka ke dashur me botë? Nëse i referomi kushtetutës Kosovës. Nëse i referomi kushtetutës Kosovës me çfarë të drejtë, Ministria e Planifikimit ndërhyn jetën fetare. Okej, shumë mirë. Në komision për legjislacion ti je antar, se merret me kushtetueshmërinë e ligjit ose të kesh ardhur ligji kishim nal. Kush? Unë ti se nalin kuvend. Unë ti bash në komision. Se nuk po vazhdon ky debat, po devion në shumë çështje tjera. Kur jemi tek politikat, lutem regjia të ndal mikrofonat e musafirëve të cilët nuk munden të ndalen. Kur jemi tek politika dhe rrjedha politike, është edhe lajmi i fundit që deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, sot pritet të deklarohet për largimin e tij nga kjo parti. Një gjë të tillë ose një informacion të tillë e bën ditur portali Index Online, një gjë të tillë pritet ta bëj zoti Limaj nëpërmjet një studio televizive. Është lajmi i fundit. Natyrisht se është një zhvillim goxha shumë i madh në rast se Fatmir Limaj do të largohej ose do të qëndronte në subjektin e tij, nga subjekti i tij politik. Megjithatë unë ju falenderoj për prezencën në këtë studio, mundova të jap më shumë herë nga 10 sekonda dhe nga 30 sekonda. Nuk ishte korrekt ndaj meje. Jo, në asnjë mënyrë. Nuk e pranoj këtë sepse gjatë gjithë kohës keni patur mundësi. Nuk është korrekte me fy kolegun, as më ofenduan e trajtova si koleg rrallë të parë. Por akuzën cilin e pat fillim ndaj ministrit, tani kur e pa që po gabon e dëgjojtin drejtimin, atëherë është e padrejtë nga ana e tij, por mu etika familjare, personale nuk më lën me fy kolegun deputet. Mi thon po gënjen, ti ke nxit, nuk e na the ças na thën ku vend për mbyllim. Spote publicitare kthehemi përsëri këtu. Kthehemi në studio, natyrisht është më qetë tashmë kur dy musafirët nuk janë në studio, ndoqëm më herët një debat të zjarrt. Vazhdojmë me informacione tjera. Ka patur dy aktivitete të ndryshme lidhur me skandalet e fundit ose me situatën e fundit të krijuar në Universitetin Publik Hasan Prishtina. Aktivistët e televizës studim kritik veprim rreth orës 13 sot kanë organizuar një konferencë për media para rektoratit ku nxjerrin revolte që policia po e mbronte rektoratin kundër përgjigjen me disa fotografi me tanke. Pas një ditë pauzë të protestës, ata kanë njoftuar se do të vazhdojnë të mërkurën me marshin protestues të paraparë në orën 12. Ndërkohë nga ana tjetër, Parlamenti i Studentëve të Universitetit të Prishtinës në një aktivitet paralel të martën zhvilloi një protestë për t'i bindur aktivistët e televizjes studim kritik veprim që të ndalin protestet. Parlamenti i Studentëve po kërkon që të verifikohen dhe titujt akademik dhe gradat shkencore të njerëzve që mbajnë poste të larta në institucionet shtetërore, rrjedhimisht edhe që të përfundoj kjo protestë e iniciuar dhe të lehet hapësirë komisionit verifikues për 45 ditë. Kthehemi me informacione tjera. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti që të kërkojë falje për manipulimin që u ka bërë qytetarëve. Kjo pas letrës së hapur që Ahmeti i ka dërguar
kryeministrit Hashim Thaçi, në cilën e bën përgjegjës për mungesën e ujit në kryeqytet. Sipas LDK-s, kryetari aktual e dinte që nuk do të mund të ofronte ujë 24 orë për kryeqytetin, ashtu siç premtoi gjatë fushatës. Ky i fundit madje po i kërkon ndihmën kryeministrit, ashtu siç bëri edhe në balotazh. Pikërisht personit që bllokoi çdo projekt për Prishtinën thuhet më tutje në komunikat. LDK i bën thirrje Shpend Ahmetit që të lë konferencat e kota, të marrë seriozisht pozitën e kryetarit të Prishtinës dhe të filloj punën në plotësimin e premtimeve që i ka dhënë. Dhe këtu e përmbyllim edhe edicionin e sotëm të Info Magazinës. Vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Mirëmbëngjes.